Ja pra ku takohemi të nderuar miq në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit, për të ndarë me ju diskutimet më interesante që po ndodhin brenda në shtëpi. Dita e sotme, përpos se ka nisur me zënka shumë të mëdha, që do t'i komentoj në videon e radhës, tani do flasim për një rikthim dashurie, për një moment shumë të bukur brenda shtëpisë. Siç duket, Loredana dhe Jozi po kthehen pranë njëri tjetrit, po realizojnë ëndrrën e tyre, po realizojnë emocionin e tyre. Edhe pse Jozi hyri me dozën e ofendimit kundër drejt Loredanës, hyri me dozën e bullizimit kundër drejt saj, hyri me dozën e turpit kundër drejt saj, sot po ndodhen krejtësisht tjetër gjë. Në një diskutim që ato kanë bërë në verandë, duke marrur rrezet e diellit, domethënë vitaminën D, duke qëndruar jashtë dhe duke pritur që në shtëpi të vinë gocat dhe çunat për t'i përgatitur banorët për natën e sonte, Rizarta është munduar të përfiton nga kjo situatë dhe të futet në një diskutim që në fakt Rizarta është si ajo lule mos më prek, shkon e njome dhe klup e hutha të fjalën. Ajo ka pyetur Jozin për një dashuri. Ditën e sotme Rizarta është afruar tek Jozi dhe tek Loredana dhe i ka pyetur: "Jeni kthyer bashk?" Jozi i thot po, ndërsa Loredana i thot jo. Jozi i thot: "Ti do të na shohësh duke u puthur?" Rizarta i thot: "Dua t'ju shoh të lumtur", ndërsa Jozi i thot: jemi shumë të lumtur." Rizarta ja pret: "Dukeni mirë, por të lumtur nuk e di." Jozi i thot: "Po ty kaq shpejt të la partneri?" Rizarta i thot: "Nuk kam partner unë, por vlerësim dhe konsiderat për të po." Mbi të gjitha, kjo tregon që banorët, do me thënë, tashmë po kryojnë grupacione, tashmë po kryojnë situata dhe po bëhen pjesë e prajmit. Rizarta po flet me shumë intensitet, nisi njëherë një marrëdhënie të ketë mes Rizartës edhe Aldos, por kjo marrëdhënia u shkatrua siç duket. Më pas tashmë Rizarta dhe Aldo japin vetëm një afërsi, por jo diçka më shumë se sa kjo. Por Loredana me Jozin siç duket po kthehen përsëri bashk. Loredana duket që është shumë e lumtur në krahët e Jozit, është shumë e gëzuar në krahët e Jozit. Më pëlqen qëndrimi që mban Loredana, nuk e ofendon, nuk sillet me dozën e urrëties siç sillet për shembull Egli ndaj Gjestit, por i ka ato shakat e saja që për shembull një shaka, po një moment ndaj hakmarrjes, kur i tha Loredana Jozit, ka qenë që ti je çun i mirë, por vetëm për festa, kështu që viti i ri sa po kaloi, shëndetin ta kesh ti. Do të thënë Loredana mundohet ta godet Jozin me shaka, por Jozi tashmë e ka kuptuar natyrën e Loredanës dhe çfarë goce e ëmbël është Loredana, dhe siç duket mund të kemi një rikthim dashurie prap. Si e gjykoni ju këtë ngjarje?